Sinon e re, që kam pengon mas shumëti dhe për çka do të angazhuam edhe si nën kryetare, është çështja e lirimit trotuareve edhe e ecjes pa pengesa. Për momentin Prishtinë që se banon në Tophanen, që se banon në pjesën e vjetër qytetit e lagje të ndryshme, ke shumë pak infrastrukturë ku mundesh me dalë me ecë lirshëm, për shembull me një karrocë me fëmijë, edhe me dalë me shku prej pikës A në pikën B, pa qenë ndonjë trotuar i prishur ose pa qenë ndonjë pengesë që del rrugës. Kështu që për mua do të jetë një prej projekteve për cilat do të angazhohem, do të jetë edhe kjo, sepse unë besoj që qasja do thotë e qytetarëve duhet të jetë e barabartë, edhe duhet kemi një qytet në cilin mundesh me dalë edhe me ecë. Kemi një qytet shumë përshtatshëm për vetura, po ende kemi punë me bo për qytetarë që dojnë veç me dalë edhe me ecë. Kështu që një prej angazhimeve të mia ka me qenë edhe kjo, që qyteti me qenë sa ma miqësor për nëna, sa ma miqësor për fëmijë, sepse mendoj që kur qyteti është miqësor për fëmijë, atëherë është miqësor për krejt. Shumë e shumë qytete kanë për shembull perspektiva që mundesh mu ul, edhe do thotë është me gjatësi të fëmijëve që mundesh me shiku qytetin përmes synit fëmis, edhe veç atëherë kur ulesh do të në ato pozicione ti e sheh dhe përjeton sa shumë barjera ata i shohin, të cilat ne nuk i konceptojmë fare, që ata i shohin gjatë kohës kur ecin në një hapësirë publike. Kështu që mendoj që nëse është diçka që kisha pas shumë qejf me pa të ndryshuar Prishtinë, ajo është punë që merr kohë gjatë, nuk mund të bëhet mrena një note, po gjithsesi është diçka që mendoj që duhet me shku si mundet me vazhdimsi, patjetër. Mundet me u bu, po sigurisht që ju hasni edhe në pengesa gjatë realizimit të projekteve. Cilat janë pengesat që mas shumti i keni kur doni me realizu një projekt? Momentalisht është buxheti dhe pa dosht me ngarku emisionin, po kemi probleme të jashtëzakonshme me marrëdhëniet të cilat i ka komuna me qeverinë, dhe kjo është një prej